e fëmijëve, po qoftë edhe mungesën financiare, kjo nuk doli nga banesa për qefet e saj personale, po doli për të punuar, për të sjellur në familje një të ardhur financiare që të bante këta 4 fëmijë që i kishte dhe në shkollë. Kjo nuk merret parasysh përsëri nga bashkia ose nga strukturat përgjegjëse që janë për të punë, siç është shërbimi social në bashki, qoftë në njësinë administrative ku është kjo, ku jeton dhe banon kjo nën e re, dhe qoftë në bashkinë kryesore që është institucioni kryesor ku shteti jep një farë bonusi dhe i krijon një farë lehtësie një nënë që nuk ka asnjë të ardhur financiare. Këtu shikojmë edhe pafësinë dhe strukturave administrative të njësisë administrative ku jeton kjo nushtë e re, kjo nënë e re, sepse shërbimi social atje asnjë nuk e pas ka ndihmuar këtë nënë për të kujtesur dhe për të urritur këta 4 fëmijë, po e ka lënë në mëshirë të fatit, dhe kjo nga mungesa e të ardhura financiare pastaj i ka lënë këta fëmijë në shtëpi dhe e cila dhe kjo dënohet nga ana e ligjit ton, sepse nuk mund të lihen 4 fëmijë të mitur vetëm në banesë. Ata në asnjë mënyrë, por dhe në qerdhe po t'i qosh, ose në kobësht, po qoftë në shkollë që t'i qosh, ta duan një kujdestar që të kujdesur për ta. Pamundësia e kësaj nëne për të kujdesur për ta fëmijë nuk ishte e pamundur. Atëherë u krijuai gjithë kjo situatë kurthi me qëllim që të bëhet gjyqi dhe me anë të një psikologe në një proces gjyqësor të tillë, ti merren këta fëmijë, po që kjo është kriminale nëse do realizohet në qytetin e Durrësit. Po avokat, ka shanse që ndodh kjo, apo në fakt nëna duhet mbështetje, jo të hiqen fëmijët? Nëna duhet mbështetur absolutisht po, që fëmijët t'i ketë kjo. Ai e ka vërtetuar veten që është shkelje të ligjit, është një person që e shkel në mënyrë recidiviste ligjin edhe në shtetin italian dhe nuk mundet që këta 4 fëmijë të ikin në një shtet tuaj. Këta duhet të jenë këtu dhe duhet të mbështeten nga strukturat shtetërore, po qoftë edhe nga shoqëria civile. Ndërkohë që po nëna e shprehur që ish bashorti ka deklaruar më herët që nuk është i aftë i mbaj fëmijët. Atëherë bashorti mund të deklarojë çfarë të dojë, por për kohën që nëna ka qenë duke i edukuar këta fëmijë, i ka ushqyer këta fëmijë, i ka veshur këta fëmijë, i ka çuar në shkollë këta fëmijë, ka vërtetuar mjaft qartë që kjo nënë është e denjë për të rritur këta 4 fëmijë, pavarësisht nga kushtet e vështira ekonomike financiare. Po, shteti duhet, ose më saktë, ka legjislacion hapësirë ligjore për të marrë ndonjë për teatrin që vetëm 180.000 lekë të vjetra për 4 fëmijë. Sa është ajo që duhet paguaj për fëmijë, avokat? Atëherë, në momentin që është bërë zgjidhja e martesës, ndërmjet tyre dyve ka dalë dhe një detyrim financiar. Që mund të jetë 60.000 lekë të vjetra ose mund të jetë 90.000 lekë sipas mundësisë që ka pasur ai nëse ka depozituar në një kontrakt pune, nëse ka qenë në marrëdhënie pune këtu në Shqipëri ose jashtë shtetit. Në një vendim gjykate që ka dalë, duhet të jetë pasqyruar dhe detyrimi financiar që duhet të jep tek ky prind ndaj këtyre 4 fëmijëve. Kjo nuk është ekzekutuar asnjëherë, me sa duket, ose ai ka dhënë një detyrim financiar qesharak 180.000 lekë vjetra, të cilat nuk dalin. Do 18.000 lekë të reja nuk dalin për një nën me 4 fëmijë kur jeton edhe me qira. Pra, qiraja është 30.000 lekë të reja, plus 4 fëmijët, plus vetë, ku do dalë të ardhura, atëherë në pamundësi të zgjidhjes së kësaj
vështirësi ekonomike, ajo është detyruar dhe ka zgjedhur rrugën që të vetë punoj për të ushqyer këta 4 fëmijë. Ndërkohë që shteti ka qenë vetëm selgjë në këtë pjesë, ku shteti duhet ta ndihmonte me një bonus të veçantë të nënë, duke i dhënë një detyrim ushqimor për 12 lekë të reja ose 15 lekë të reja për fëmijë, për frym, dhe këto duhet të mbeten në njësinë administrative. Kjo nuk është bërë nga njësia administrative, nuk e ka rivlerësuar këtë familje njësia administrative dhe shërbimi social atje, dhe ka lënë që të jetoj në kushtet ashtu si që mendon ajo, pa i ardhur në mbështetje Edhe shtetit. kushtet avokat se shteti nuk bëri atë, po edhe ujë s'kishte. Tani edhe për këtë s'ka faj nëna se s'ka ujë si pasojë e përmbytjeve. Sigurisht, prandaj duke mos u futur në shumë detaje, unë mora atë të përgjithshme që nëna në një pamundësi të tillë kur dhe shërbimi social i shtetit nuk e mbështeti, ka arritur në këto kushte që sot ajo të jetojë e izoluar brenda një institucioni shëndetësor me qëllim që të shërohet sa më shpejt, sepse nuk është një smundje e vështirë dhe që mund të kaloj dhe të kërkoj kohë, por si rezultati mungesës e higjienës është krijuar dhe ky problemi i shërbimit shëndetësor i cili kalon shpejt dhe rikuperohet shpejt dhe e detyron këtë nën pasaj që të marrë 4 fëmijët dhe t'i kërkoj shtetit një mbështetje sociale ku ta stabilizoj shtetin në një banesë të tjerë, ku ta mbuloj shteti për sa i përket bonusit të qeras dhe bonusit për të 4 fëmijët. Në pamundësi për to pasaj duke i marrë dhe bashortit të gjithë detyrimi financiar si bashkë vendimi gjyqësor që ka ardhur si rezultat i zgjidhjes së martesës. Avokat, a bie me vetëm një lëvizje të vetme, bie pista e braktisjes fëmijëve, nëse organet tani ligjvatuese do hapin kamrat poshtë pallatit, se bizneset kanë kamra dhe nëna ka dalë në mëngjes, ka vajt në punë. Shiko, ata 4 fëmijë vërtetojnë mjaft mirë që nëna ka fjetur me ata. Nëna është larguar për të bajtur në marrëdhënie pune, vërtetohet dhe kjo mjaft mirë, siç mund të vërtetojnë dhe të gjitha intrigat ose kurthet e tjera të ngritura si rezultat i kësaj për të marrë këta fëmijë, pra qëllimi dhe objektivi kryesor i këtij të babai është që t'i marrë këta fëmijë, po është pamundësi për t'i marrë, sepse nëna është aftë për t'i rritur këta 4 fëmijë, pavarësisht të vështirësisë ekonomike dhe financiare dhe shtrëngimit. Edhe diçka të fundit kam avokat, po, ndjesë ndërpreva. Për këtë duhet përgjigjet shteti, ashtu siç ai duhet të vihet para përgjegjësisë për mos plotësim të urdhrit të ekzekutivit për detyrimin financiar për të 4 fëmijët për të gjithë periudhën kohore që nga ndarja deri më ditën e sotme që është krijuar ky kurth për t'i marrë këta 4 fëmijë. Kur flisim për kurth, edhe këtë kisha të fundit avokat rolin e gjyqes, bëri me shumë dëm besoni. Sigurisht gjyqja patjetër që do bante anën e djalit dhe në këto kushte sigurisht që ajo do krijonte edhe një situatë artificiale jo të këndshme me qëllim të vetëm për të tronditur fëmijët dhe për t'i dhënë pastaj të drejtën djalit që t'i marrë të 4 fëmijë në Itali. Duke uruar që gjitha kjo të mbyllet me shërimin e tyre të shpejtë dhe ndihmën nga shteti të fëmijëve dhe nënës, avokat, pse jo dhe bashkimin me Tatin, avokat unë të falenderoj shumë si për aspektin ligjor që ju sqaruat, mesazhet sensibilizuese, por edhe thirrjen për institucionet shtetërore, edhe kur këto ndodhin në zona urbane, llogarit çfarë ndodh në zonat rurale. Të falenderoj shumë. Sigurisht. Faleminderit juve.